Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Në fakt nuk doja të flesja, as nuk e kisha në plan, por po lidhe me Kekun, për këtu probleme fajtur kryesor jeni jo, pikërisht PDK-ja. Dhe ju PDK-ja nuk keni të drejtë të flesni për energjinë, po ju more e keni fal distribucionin. Hashim Thaçi e kanë nënshkruar me Hamovicin. Njazi Thaçi e kanë nënshkruar me Noan. Samil Ushtaku e ka vjel Kekun me sigurim privat miliona euro për lushtakët në emër të Kekut. Ju lutem, mosni se ju një populli. Me këtu qasje dhe me këtë mendësi do të pozicionoheni në opozit. Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci, ta tërheqë vrejtje. Po edhe po të lirohet, edhe nuk ka kur farë kredibiliteti për ballë figurës me çështjen të cilën është thirrë kësaj. Kryeministrit Kurti. Faleminderit. Zoti Geci.